Një person, thot profeti alayhi salatu wassalam, merret në ditën e gjykimit dhe ka qenë njeriu më i vuajtur në dynja, njeriu që si ka ecë herë mbar, që vetëm siklete, vetëm hallë, vetëm probleme, vetëm vujtje, vetëm sakrifica, vetëm durime, vetëm subhanallahu, vetëm vështirësi. Njeriu më i vujt, si mund të ketë qenë njeriu më i vujt në dynja, më i sprovuar. E merë Allahu xhaleshan në xhenet dhe i thot, futeni robin tim, thot, 1 minutë, pra 1 sekond, vetëm 1 moment me fut në xhenet dhe me nxjerr nga xheneti. Sa futet në xhenet dhe del, i thot Allahu xhaleshan, robi im, thot, pasha krenarin ta dhe s'kam pas i herë keq me sy, subhanallah. I harroj gjithë vujtjet, sa hyn, imagjino, u fshi memoria komplet vetëm i të fut me në xhenet. Po si mund t'jetë me jetu në xhenet? Si mund t'jetë me të falë Allahu xhaleshanu për jetësinë? Kjo mirësi dhe kjo begati e madhe, vallai. E besimtari që është i mençur dhe është i zgjuar për te mirësive, se ne nuk e kemi haram me jetu mirësitë e kësaj jete, s'bëhet fjalë. Mirësitë e kësaj jete jetohen halal, jetohen me familje, jetohen me njerëzit e dashur zemër, pa bë pisliqe, pa bë zullume, ama vallahi billahi për te këtyre xheneti vallahi nuk ka të krahasuar. Prandaj Allahu xhaleshanu thot, shpejtoni thot, nëse keni pa mirësitë më të dha të kësaj dynjaje, ato të xhenetit si ngjasojnë kurrë thot të kësaj dynjaje. E mos e leni mazdore se gjërësia e xheneti është sa qitë dhe toka, imagjino çfarë gjërësie madhe, e mos ketë vend për ty aty, subhanallahu el azim. Por kë ka vend aty për devotshmëri.